Personi që shikoni në ekran është pikërisht Eduard Marashi, është një artist shumë i njohur, një violonist i orkestrës simfonike në Spanjë, që jeton aty prej vitesh, por një herazi edhe një familje sportive në Shkodër dhe tifoz i flakt i vllaznisë që tashmë së bashku me mikun e tij të afërt, Aron Miloti, kanë bërë të mundur organizimin e spektaklit mes veteranëve të vllaznisë dhe atyre të Spanjës. E di, kënaqësi e veçantë apo jo për ju? Po, është një ndeshje paka shumë historike, sepse Shkodra dhe Valladolidi janë dy qytete ku është lind futbolli në shtetet respektive. Në Shkodra luajt futbolli për herë të parë, ashtu si në Valladolid, ashtu edhe po futbolli për herë të parë. Kjo ide lindi nga që Shkodra është qyteti evropian i sportit për vitin 2025 dhe Valladolidi pikërisht është i qyteti evropian i sportit për vitin 2026, kështu që nga një vizite Aron Miloti që bëri në klubin e Real Valladolidit vitin e kaluar, lindi ideja për të ftuar, për të organizuar me Bashkinë e Shkodrës me këtë event të rëndësishëm, që është Shkodra qyteti evropian i sportit. Lindi ideja të ftojmë të veteranët e Real Valladolidit, ndër të cilët ka dhe futbollistat që kanë luajtur edhe me ekipet e tjera të mëdha spanjolle, siç është Real Madrid, Barcelona, Valencia, Atletico de Madrid e kështu me radhë. Kjo ide lindi nga dëshira edhe lojtarëve të spanjollë, të cilët disa prej tyre kanë ardhur dhe kanë luajtur edhe me kombëtarën spanjolle para shumë viteve këtu. Dhe kur lindi kjo ide, ato u treguan të flak, të zjarrt, me një dëshirë shumë të madhe për të vizituar Shkodrën edhe për të luajtur këtë ndeshje miqësore. Promovimi i kësaj ndeshje madhore, mund të themi, kemi vënë re që është publikuar dhe është bërë jehon edhe në shtypin spanjoll. Por ju jeni ai që keni pasur kontakte direkte, si ndërlidhësi, që priten sportistët kur ju i ftuat që t'jeni ato të jenë në Shkodër. Pikërisht kjo që thash më parë, që Shkodra është qyteti evropian i sportit dhe Valladolidi do të jetë qyteti evropian i sportit për vitin e ardhshëm, u prit shumë mirë nga bashkia Valladolidit, nga ekipi Real Valladolidit, të cilët i kanë dërguar dhe një email vllaznisë me këtë rast, janë shumë të gëzuar dhe është një event që edhe për veteranët e Valladolidit në këtë format është hera parë që i bën një ndeshje internacionale, kështu që jehona shtypit spanjoll ka kanë shumë mikpërishme, shumë i ka dhënë një jehon të madhe këtij eventi dhe mezi po presin të vinë. Në një farë mënyrë edhe në aspektin turistik i shërben edhe kjo vizitë e grupit sportiv e delegacionit sportiv spanjoll në Shkodër. Është një fakt që tani Shqipëria është një ndër vendet turistike që më shumë po merr famë në Spanjë këto vitet e fundit dhe pikërisht vinë shumë spanjoll këtu për ta vizituar Shqipërinë, edhe për ato është një eveniment edhe sportiv edhe turistik, që do të jetë një reklam shumë i madh edhe për Shkodrën si qytet i sportit dhe qytet me vlera dhe me kulturë të veçantë. Edhe diçka tjetër, si thash më herët, Eduard Marashi është një artist i spikatur, i njohur, violonist në orkestrën simfonike në Spanjë. Jeta artistike atje, ju e personale, i kënaqur? Po, jam shumë i kënaqur, kemi një orkestër shumë të mirë, bëjmë aktivitete shumë të rëndësishme, bëjmë turne pothuajse në gjithë vendet e Evropës, edhe jashtë Evropës kemi një sukses të veçantë. Jemi një ndër orkestrat më të mira që aktualisht funksionon në Spanjë. Edhe është një kënaqësi e veçantë që unë jam në Shkodër në këtë eveniment si sportiv, po unë jam nga profesioni, jam violinist edhe do të thënë kultura me violina dhe sporti kanë dy gjëra të veçanta që lidhen në një farë mënyrë me njëri tjetrin. Ju jeni violonist, por familja sportive ju e madhe është me traditë në fushën e sportit, kur kemi parasysh Pavacët e famshëm, sidomos në sportin e notit, por edhe me futbollin me Andrea Pavacin, por kryesisht edhe me Alfred Pavacin, me arbitrin e famshëm, i cili ka drejtuar në tre kolegjume në Shqipëri, ka qenë në kategorinë superiore, në Greqi me kolegjumin e Pireut dhe së fundi është në Ferrara në Itali, ku vazhdon të gjykoj me shumë sukses.
Dhe jam kot për sa kam informacion, gjyqtari kryesor I kësaj ndeshje është caktuar Alfred Pavaci. Po, është vërtet arbitri I kësaj ndeshje do jetë Alfred Pavaci, që është taja im në këtë rast, edhe unë vi nga një familje sportive, është vërtet, kemi qenë të lidhur shumë me futbollin për arsye familjare dhe si tifoz të Vllaznisë kemi qenë gjithmonë në kontakt me këtë sport kaq të dashur për Shkodran. Eduard, faleminderit. Shpresojmë të shkojë sa më mbar kjo aktivitet. E shpresojmë që të shkojë sa më mbar dhe shpresoj që të vinë sa më shumë njerëz të shohin këtë event kaq të rëndësishëm. Respekte.